cili do të jetë më i bukur nga kombëtarja jon. Mendimi i Xhulit. I bukur kështu si kallop apo i bukur si kallop? Si kallop. I bukur loj. Tani Strakosha përballë Aslanit. Strakosha. Okej, Strakosha apo Bajrami? E vështirë? Po, sepse kur ti njeh të dy tani nesër më thirrin telefon gjol, pse s'u ke zgjedhur mua. Çdo njeri ka mendimin e vet për ata që duket më mirë fizikisht. Nuk do të thonë nuk e merr për keq, po e them më mirë ja. Atëherë Strakosha. Strakosha apo Ernest Puçi? Strakosha. Strakosha portier për që nga goxha i fort loj. Strakosha apo Gjasula? Kë, Gjasula. Gjasula, okay. Pa ka një vëlla dhe më të bukur se ky. Po vllajën e vet. Ka një vëllai me kontare. E di. Por kur e la futbollin se kur e bëri ky gol në Gjermani, ai ishte afër me dhe ishin shoqët e vet, edhe thash ku e kam pa këtë çun, po se dia që ishte vllai i tij. Sepse nuk i majmën të gjithë. Edhe unë isha ato, të fiskat me të, kur për shof, tash hajde për qafën të të. Gjasula apo Aslani? Gjasula. Gjasula apo Seferi? Është kjo që i bukur ky Seferi. Nuk është kjo, tani çunat e kombëtarës kemi të mirë. Ku ka bukurin ky Seferi më shok? Ja, e ka një dy sy të bukur, e ka një buzëqeshje të lezetshme. E di çfarë mendoj unë që po është pak i im, kështu që unë nuk kam dëshirë ta pugëz janë të vogël. Te kombëtarët janë gjithë brunë dhe Seferi si bjon dallon pak nga të tjerë, mendoj. Po. Po prapë shkojna me këtë Gjasulën. Okej, Gjasula apo Reimani? Ky Reimani ja patën pipe nonën me 3 muaj të i dhon. Gol. Ja patëm tesh. Për shkak që ja kena tesh, do shkoj me këtë Reimani. Reimanaj apo Armando Broja? Reimanaj apo Flori Thamaj? Reimani. Do gjem një gujim. Prit se nuk kam marrë kartat e mia. Reimani më patë. Reimani. Ma, se marrë me po kështu heqe. Po bëj shaka se i mirë. Reimani na doli fitimtar të kaloj më i bukur të kombëtarëve sipas Xhulit. Sipas Xhulit faktikisht asnjëherë nuk është shihet mia, por kështu sa për me loz topin po. Loja e dytë tashmë do jetë